Sot me banorët e Luzit, po jo vetëm, janë dhe të fshatrave tjerë. Luzi është një nga fshatrat më të mëdhenj të Fushkrujës. Rruga është një gjendje totalisht skandaloze. Në të gjithë gjatësinë e saj, këtu jemi te shkolla Gjon Luka, po të shikosh edhe dalin autostradë që majtas merr për Tiranë dhe djathtas për Shkodër, po edhe në hyrje të fshatit, që është unaza kryesore e Fushkrujës, është në një gjendje të amortizuar. Para disa ditësh kemi pas edhe kanalin e ujit, i cili ka qenë i qarë, kanë ndërhy dhe kanë rregullu, siç kanë ndërhy me rregullu kanalin, të dalin të bëjnë edhe rrugën tani, sepse Luzi është një nga fshatrat që pagu taksat në mënyrën më të rregullt në Republikën e Shqipërisë, por është fshati më i diskriminuar, janë duke lënë lek për makinat, amortizohen makinat në një mënyrë të frikshme, gjithë bizneset këtu që janë të rruga kryesore e Luzit kanë dështu. Njoni që ka i lavazh më tha që nuk shkojnë më makina se si me u la. Shkoj makina lartë në lavazh dhe del në rrugë dhe bëhet pis. Tjetri që ka servisin aty, nuk i vinë makinat as nga Lezhë, as nga Laçi për marrë me u rregullu. Ai që ka pjesë që i sjell pjesët nuk vjen me hyrë në rrugë, i merr frika edhe të gjithë këto kamiona që i shikoni këtu, nuk është asnjëri i mërzit që është bllokuar rruga. Janë të gjithë pro protestës sepse janë amortizuar kamionat në një mënyrë të frikshme. Kam informacion që në orët e vona të natës kamionat nuk kalojnë këtu, po kalojnë nga Fushkruja sepse i thyen pjesët edhe amortizohen kamionat. Pra po prishet edhe rruga Fushkrujës. Prandaj është shumë e rëndësishme që të shtrohet rruga. Kjo nuk është protestë politike, nuk ka lidhje partia fare. Unë kam dalë në shtetet banorëve sepse këtë problem unë e kam ngritë edhe i vit përpara, edhe 6 muaj më përpara, edhe para jave ku kam dalë dhe kam pasë se si është rruga në çfarë lloj katastrofe është. Kështu që në rast se rregullohet rruga, nuk ka asnjë lloj problemi tjetër. Banorët vazhdojnë punë të veta, prandaj është shumë e rëndësishme dhe është thirrje për Ministrinë e Infrastrukturës. Ata lekët që i kanë marrë tek tuneli Llogaras, i pjesë lekëve t'i hedhin këtu. Edhe mos na ushqejnë me luk bosh, jo po është miratu fondi, jo po presim fondin. I thirrje është edhe për nxënësit e shkollës që rrezikojnë jetën, po ja u them me sinqeritetin më të madh, rrezikojnë jetën duke ardhur në shkollë këtu sepse trotuarët janë me luc. Po t'i shikoni këpucët të gjithë këtyre banorëve, unë 2 herë kam qenë të thy qafën duke ardhur këtu. Gjithë shtëpiat që janë këtu kanë ndotje të jashtëzakonshme, se edhe kur bie shi, edhe kur nuk bie shi, këtu ngrihet pluri në një mënyrë të frikshme. Pra janë jo vetëm makinat e tonazhit të rënd, por edhe makinat e thjeshta që e vujnë këtë gjë. Nuk e vujnë vetëm banorët e Luzit, prandaj këtu kanë ardhur edhe disa qytetarë të Fushkrujës për me protestu, sepse është një rrugë që konsumohet jo vetëm nga Fushkruja dhe nga Luzi, po edhe nga qytetarë tjerë. Krutanët kanë një shqetësim shumë të madh, sepse normalisht kalojnë këtej kur ka trafik, se Fushkruja është e mbytur nga trafiku. Por këtë lloj gjendje rruga nuk është lënë as në kohën e turkut. Prandaj duhet ndërhyrje. Duhet ndërhyrje, kujdes, jo me çakull. Duhet ndërhyrje me asfalt. Duhet me shtruar me asfalt, edhe asfalti të jetë jo 3 cm, se si janë në kohë fushate, po të jetë mbi 15 cm. Që rruga mos të prishet, sepse kemi parasysh që kjo rrugë konsumohet nga kamionat. Dhe është kamioni që e ka çat tubin e ujit atje dhe që është bërë për mbytje, sepse prania e ujit në rrugë përveç shirave e çan rrugën edhe bëhet totalisht e pakalueshme. Prandaj banorët e Luzit kanë thirrje urgjente, shtroni rrugën, edhe këtu nuk bllokohet më rruga. Në rast se këta nuk e shtrojnë rrugën, do ketë protesta tjera që do bllokojmë rrugën këtu, por pastaj do bllokojmë autostradën. Hajde ta vi kryeministri, të vinë të gjithë pushtetarët, bashkia të vi të shofi rrugën, a kalo dot këtu me mjetin e vet? Në rast se s'kalo dot, atëherë shtroje.